Propozimi i qeverisë për shkarkimin e kryeprokurorit Lupço Koçevski pritet që të vendoset në seancën e nesërme në Kuvend. Iniciativa për ndërtimin e tij do të vijë si pikë shtesë e rendit të ditës, ka njoftuar në një takim me gazetarët kryetari i Parlamentit Afrim Gashi. Kuvendi do ta njoftoj Koçevskin për pjesëmarrjen në procedurën e shkarkimit, ndërkaq prokurori i ri do të zgjidhet sipas afateve të parapara me ligj. Pas konsultimeve shtesë, pritet që nesër të vendosim në rend të dite shkarkimin e Koçevskit dhe procedura të përmbyllet nesër. Kryeprokurori gjatë ditës do të njoftohet me shkrim për seancën që të jetë në gjendje nesër të mbaj fjalim para deputetëve. Për ne si shtet është me rëndësi që përzgjedhja e kryeprokurorit të ri të përmbyllet sa më herët, është shprehur kryeparlamentari Afrim Gashi. Deri në fund të vitit, Kuvendi parashikon të mbaj 4 seanca plenare. Dita e nesërme do të jetë ngjeshur dhe me pika të tjera që nënkuptojnë rrumbullaksimin e agjendës reformuese, sikurse ndryshimet në Këshillin Gjyqësor, si dhe harmonizimin e ligjit rrugë shtetërore me dispozitat e Bashkimit Evropian. Në vijim pritet të miratohen ndryshimet dhe për sigurinë në trafik me përfshirjen e projektit Qyteti i Sigurt, si dhe ndryshimet në Kodin Penal. Kuvendi më 24 dhjetor duhet t'i jap dritë jeshile propozimeve qeveritare për ministrat e ri Bekim Sali në Ministrinë për Çështje Evropiane dhe Muhamet Hoxha në Ministrinë e Ekologjisë. Në po të njëjtën seancë paraprakisht do të shkarkohet nga detyra Ministri për Çështje Evropiane Orhan Murtezani. Më 23 dhjetor, Presidentja e Shtetit do të mbajë fjalimin e saj vjetor. Në ndërkohë 25 dhjetori është rezervuar për pyetje deputetësh. Kuvendi për një javë do të formojë grupin e punës për ndryshimet në kodin zgjedhor, në përbërje të cilit do të jenë dhe 2 përfaqësues të çdo grupi parlamentar. Punimet do të nisin pasi të merret materiali qeveritar për ndryshimet e ardhshme.